Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok, do ndalemi edhe ditën e sotme tek gjeopolitika. Lindja e mesme tashmë po hyn në një fazë që shumë analistë quajnë momenti më i rrezikshëm pra gjeopolitik i dekadës. Në vetëm pak ditë kemi parë sulme me raketa, dron, bombardime ndaj objekteve bërthamore, tensione në ngushticën e Hormuzit dhe përfshirje indirekte të NATO-s. Dhe konflikti nga ana tjetër nuk po mbetet më vetëm mes Iranit dhe Izraelit, por po prek këtu edhe ekonominë globale, tregjet e energjisë dhe sigurinë ndërkombëtare. Dhe pikërisht për diskutuar ditën e sotme mbi këto zhvillime kam të ftuar Ruel Domi. Ruel, të përshëndes, kënaqësi. Kënaqësi, faleminderit për ftesën, kënaqësi. Atëherë, Ruel, do ta nisim me atë që unë sapo citova. Pra, në vetëm 11 ditë kemi parë një përshkallëzim të jashtëzakonshëm, bombardime në Teheran, raketa drejt Emirateve dhe tensione në Liban. Mendon, Ruel, se jemi tashmë në një konflikt të kufizuar apo kjo tashmë është një luftë rajonale e hapur? Shiko, konflikti është përshkallëzuar. Në raport me a është një luftë rajonale e hapur apo jo, kjo mbetet për të parë, sepse edhe pse Irani në fakt ka sulmuar të gjitha vendet fqinje, pra ka sulmuar Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, ka sulmuar Katarin, Kuvajtin etj. Omanin, këto vende nuk janë kundër përgjigjur. Thjesht kanë interceptuar raketat iraniane, kanë ngritur avionet e tyre bombardues në ajër për të interceptuar raketat dhe për të mbrojtur për të pasur në kontroll hapësirët e tyre ajrore, por nuk janë përgjigjur dhe në këto kushte nuk flitet dot për një luftë frontale rajonale, por patjetër është një konflikt i përshkallëzuar tani më edhe në rajon, patjetër faj për këtë mendoj unë i atribuohet regjimit të ajatollave, regjimit të Iranit, i cili në shkelje të kartës OKB-s, në shkelje të ligjit ndërkombëtar ka sulmuar vende që ata i konsiderojnë bashkëpunëtore në sulmin ndaj tyre nga Amerika dhe Izraeli, sepse kanë dhe baza amerikane, por sigurisht që nuk mund të logjikojmë kështu kur vjen puna ke ligjin ndërkombëtar edhe kur vjen puna ke marrëdhëniet midis vendeve, por mbetet për të parë çfarë do të ndodhë. Sigurisht që në aspektin ekonomik kjo luftë po ka pasoja, siç unë kam thënë në fakt edhe në emisionet tjera, çmimi i naftës do të rritej për shkak të këtij konflikti, sepse së pari janë bombarduar një pjesë e mirë e rafinerive të naftës nga këto petroshtetet e Gjirit Persik, ku prodhohet një pjesë e mirë e naftës, vendet e OPEC-ut, edhe sigurisht që në momentin kur rafineritë e naftës nuk bëjnë dot më punën e tyre, ulet dhe oferta e naftës në treg dhe rritet edhe çmimi, dhe nga ana tjetër vlen gjithashtu të thuhet që mbyllja e ngushticës së Hormuzit, siç ti Grisela e përmendë me shumë të drejtë, ka një impakt në rritjen e çmimit të naftës, sepse transporti tani më është më i gjatë, pra në vend se të kalohet nga ngushtica e Hormuzit edhe të shkohet nafta të transportohet pastaj nga Turqia dhe shkojnë rrugë toksore në vende të tjera, tani më nafta do duhet kalojë nga jugu Arabisë Saudite në kepin Bab al-Mandeb për të u ngjitur më pas në kanalin e Suezit në Egjipt dhe për të futur në detin mesdhe, pra një rrugë shumë më e gjatë që sigurisht i kushton kompanive dhe më shumë, por për ta përmbledhur si përgjigje, mendoj që ka një përshkallëzim rajonal, akoma jo një luftë rajonale, por një përshkallëzim rajonal që mund të kthehet në një luftë dhe sigurisht po ka pasoja jo të mira ekonomike për botën. Ruel, nga ana tjetër, po përpiqet tashmë Teherani ndoshta të tregojë forcë ushtarake apo po luan kartën e presionit ekonomik pra ndaj botës, pasi Irani ashtu si e dim po përdor tashmë një kombinim të dronëve, raketave dhe kërcënimeve ndaj trafikut të naftës pra në Gjirin Persik. Shiko, ajo që duhet të thonë një herë është që fakti që Irani ka mundur të kundërpërgjigjet me dronë, me raketa etj. Të tregon që është një regjim i cili të gjithë paratë e njerëzve të vet, të bizneseve, të individëve që paguajnë taksa në atë shtet, i ka çuar për këtë lloj artillerie dhe në fakt nuk dihet nëse këta e kanë ditur që do t'i vijë ky moment dhe e kanë bërë për të mbrojtur, apo Irani i ka marrë të gjithë këto armë dhe municione dhe raketa për të agresuar fqinjet e vet dhe për të bërë presion. Unë mendoj që është kjo e dyta. Megjithatë të tregon natyrën e këtij regjimi që paratë e një prej popujve më të varfër të lindjes mesme i ka çuar për këtë qëllim dhe jo më kot tani Irani ka dhe mundësinë të godasë. Por mendoj që siç është thënë edhe nga sekretari i shtetit Rubio, siç është thënë edhe nga presidenti Trump, siç është thënë edhe nga sekretari i luftës Pete Hegseth, Irani po mbaron, domethënë janë goditur një pjesë e madhe raketave që Irani ka, pjesë e madhe e dronëve që Irani ka, pjesë e madhe e centraleve ku pasurohet uraniumi, flitet që do shkatërrohet edhe Navy, pra edhe marina iraniane, dhe nga ana tjetër në një kohë kur amerikanët po targetojnë të gjithë logjistikën ushtarake iraniane,
Izraeli po godet udhëheqësit e Iranit. Domethënë së fundmi zgjodh Mojtaba Khamenei, djali i Ali Khameneit, i Ayatollahut, dhe me shumë gjasa ai do të ketë të njëjtin në fund deri në momentin kur të arrijë ai që presidenti Trump ka thënë që Irani të zgjidhë një lidhje që dua unë. Dhe të zgjidhë një lidhje që të mos shtypi njerëzit e vet. Por mendoj që kjo luftë, edhe pse është po zhvillohet tani më dhe Irani është kundër përgjigjur, do të mbarojë më shpejt se sa që mendojmë ne. E qartë. Nga ana tjetër, Ruel, Izraeli ka goditur dhe laborator bërthamor në Teheran sipas mediave izraelite. Kjo mendon se është ky ndoshta operacioni për të shkatruar programin bërthamor iranian, apo nga ana tjetër është një sinjal se Izraeli është gati ndoshta për një konfrontim ose luftë shumë herë më të madhe? Shiko, për sa i përket programit bërthamor iranian, të paktën çfarë është thënë edhe nga zyrtarët amerikanë, nuk është vetëm ky qëllimi, nuk është vetëm ky neutralizimi i aftësisë së Iranit për të marrë armë bërthamore, por është edhe e shkatrimi të gjithë raketave të Iranit, sepse përveç armëve bërthamore që Irani donte të ndërtonte nëpërmjet testatave dhe pasurimit të uraniumit, Irani kishte edhe shumë raketa balistike që i ka hedhur, në fakt ja ka hedhur vendeve fshinje. Në gjithë vendeve të Gjirit Persik, 2 raketa janë interceptuar nga forcat e NATO-s në Turqi. Një shkelje flagrant, një goditje, një aleance ushtarake praktikisht, dhe NATO ka të gjithë kazuzberin për të shpallur luftë Iranit, por nuk e bën këtë gjë për shkak të frikës së përshkallëzimit të konfliktit. Nga ana tjetër flitet që Irani ka raketa balistike interkontinentale që mund të prekin dhe Evropën. Kemi parë harta të shumta, nuk dihet sa të sakta janë, por unë i besoj autoritetet amerikane kur thonë që ka raketa të këtij lloji që mund të godasin dhe Evropën. Pra, nuk ka asnjë arsye që një vend si Irani të ketë raketa të atij lloji, edhe sikur mos janë raketa bërthamore. Që në këtë kuadër edhe raketa duhen eliminuar, dhe ka thënë edhe sekretari i shtetit Rubio, po dëgjoj një intervistë që thoshte që duam që Irani të mos ketë raketa. Duam që Irani të mos ketë një marinë detare që të kërcënojë rrugët tregtare të aleatëve tanë në lidhjen e mesme. Pra nuk është vetëm çështje e armëve bërthamore, nga ana tjetër një pjesë e mirë e materialit bërthamor të Iranit, uraniumit, u shkatrua në luftën 12 ditore të vitit të kaluar, në qershor të vitit 2025, po në këtë emision kemi diskutuar që arsyeja kryesore, casus belli i asaj kohe, ishte goditja e centraleve bërthamore, centrale të pasurimit të uraniumit që përdoren për ndërtimin e armëve bërthamore nga ana e Iranit. Kështu që në këtë kuadër u goditën ato, kuptohet që Irani ka treguar që ka qëllim të rindërtojë, nuk e di sa i suksesshëm ka qenë, por qartësisht nuk janë vetëm armë bërthamore problemi këtu, domethënë, kjo është një regjim i cili kërcënon të gjithë vendet fqinje me raketa që nuk ka pse t'i ketë. E qartë. Ruel, nga ana tjetër, si sheh akuzat nga Tirani se ndaj administratës së presidentit Donald Trump se ka mashtruar në negociata? Shiko, nuk mund të verifikoj dot këto akuza. Ne jemi në një konflikt tani më, dhe siç edhe ti e di, Grisela, konflikti përveç se bëhet me armë, edhe me municione, edhe me këmbësori, edhe me avion ushtarak, pra me metoda konvencionale, konflikti bëhet edhe me metoda konvencionale, me fake news, me dezinformacion, me luftë hibride. Kështu që nuk di të ta konfirmoj këtë gjë, por shumica e informacioneve që kanë ardhur nga ai regjim kanë qenë gjithmonë të gabuara, kanë qenë gjithmonë me karakter dezinformativ. Kështu që nuk e di a është gënjur apo jo, por di të them që pjesa më e madhe e negociatave ka pasur të bëjë me programin bërthamor të Iranit. Ka pasur të bëjë me faktin që Irani ka mbështetur proksi terroriste në lidhjen e mesme, Hamasin, Hezbollahun dhe Houthit. Ka pasur të bëjë me programin e raketave që Irani ka, dhe regjimi iranian ka refuzuar në fakt pak në informacionet e mia të bie dakord në kushte kur negociatat nuk përshkojnë asgjë sekundi, ka dhe sulm, se është thënë, për shembull, e kam dëgjuar edhe në media të tjera këtë gjë, domethënë që negociatat po shkonin shumë mirë, edhe Izraeli sulmoi dhe prishin negociatat. Nuk është kështu, ne nuk e dimë këtë gjë. Nuk e kemi të konfirmuar në këtë informacion fare, domethënë. Edhe në luftën 12 ditore u bë njëjta gjë. Siç për shembull tani ka sulme për shembull ndaj Turqisë, ka sulme ndaj Arabisë Saudite, dhe dëgjon lloj figurash, domethënë, që thonë i ka bërë Izraeli. Po e dimë ne që i ka bërë Izraeli. Ne informacione konfirmuar e kemi që Irani nuk pranon kushtet e negociatave, dhe prandaj negociatat u prishën, dhe Irani ka sulmuar Arabinë Saudite dhe Turqinë. Janë dy sulme shumë, domethënë, jo të vogla. Kështu që në këtë kuadër është dezинформim mendon. Qartë. Ruel, nëse konflikti do të zgjatet, a do detyrohet SBA të përfshihet drejt për drejt, dhe nga ana tjetër sa i përgatitur është Washingtoni për një luftë të gjatë në linjën e mesme? Shiko, është një pyetje shumë me vend që ti shtron,
me sa kuptoj unë, nuk flitet për qizme në terren, pra ai quhet boots on the ground, pra deployimi i kamësorisë amerikane, siç është bërë në Irak apo në Afganistan, sepse ai është një projekt i dështuar. Ai që quhet, domethënë, dhe është i dështuar sepse shkon nga rrëzimi i regjimit tek state building, pra tek ndërtimi i shtetit, dhe ne di mjaft mirë që ato vende nuk janë gati për këtë gjë. Domethënë ato vende, qoftë persët, por qoftë edhe arabët atje, fatkeqësisht nuk e kanë kapacitetin kulturor për t'i kthyer për qenë vende demokratike, për qenë vende që do të institucione, janë shoqëri thellësisht tribale dhe jo më kot aksionet veprimtaria amerikane e state building nuk ka funksionuar për shkak të korrupsionit të madh të tribalizmit. Kështu që amerikanët tani do të mjaftohen me bombardime dhe me arritjen e objektivave të tyre në këtë operacion ushtarak vjentues, se po përmendet termi luftë. Unë mendoj që ne jemi në një konflikt, jemi në një operacion ushtarak, Epic Fury, furia epike, nuk jemi akoma në një luftë. E megjithatë ka mendime ndryshme dhe nuk ka asgjë të keqe, por mendoj që nuk do të ketë kombësoria amerikane. Për sa kohë nuk ka kombësoria amerikane, të garantojmë Grisela që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e arrit ta përballojnë këtë luftë për shumë kohë. Ai faktor që nuk e përballon dot luftën është Irani, sepse Irani nuk mund të përballojë dot Amerikën dhe Izraelin, nuk mund të përballojë dot sanksionet ekonomike, ka protesta pafund që po ndodhin tani në regjimin iranian, kemi protesta dhe në diasporës iraniane, pra në një moment të caktuar ky regjim ta kuptoi që nuk ka më kapacitet për ta luftuar atë luftë dhe thjesht duhet të largohet. Qartë. Roel, nga ana tjetër mendon se po hapet ndoshta një front i dytë që mund të përfshijë këtu edhe Hezbollahun, pasi Izraeli ka goditur objektivat edhe në Liban dhe nga ana tjetër SBA ka paralajmëruar qytetarët të largohen nga Beiruti. Shiko, këto fronte janë të hapura, kanë qenë hapura prej kohësh, domethënë Izraeli që më 7 tetor të vitit 2023, kur Hamasi u fut në Izrael dhe vrau 700 ca individ civile dhe 500 ca polic apo ushtarë të Izraelit, Izraeli ka bërë një luftë me dy fronte përballë Hamas